një qershor ngriuni për vendin tuaj dhe kur shikoj ato mira të rinje të reja që dalin kundër Ramës ndihem mirë. Ka akuza që i kanë manipuluar? Jo. Çdo lëvizje, çdo protestë masive ndaj një të keqe të madhe, ndaj një anti-shqiptari, ndaj një kusari duhet mbështetur. Ajo që po ndodh në Zvërnec nuk ka kinez ta besoj se është investim amerikan. Kur del një rus dhe një bullgar offshore, por përdoret emri i vajzës presidentit Donald Trump. Ivanka Trump nuk ka asnjë përvojë për ndërtime. Po ashtu edhe bashkëshorti i saj, Kushner, i cili mbahet si falimentuesit më të mëdhenj në Manhattan, por me lidhje shumë të mëdha me Katarin, miliarda dollar. Pra ka kryer sekserin. Nuk është askush kundër investimeve të huaja. Por në këtë rast është ti të fortot që të bëj diçka të marrë një favor. Përse shkoi Rama me vajzën e Trump dhe nuk shkoi me vajzën e presidentit kinez, vajzën e Macronit nëse ka, apo të Melonit? Pse kjo është politika. Në çfarë vendi të botës kryeministri jep leje për të ndërtuar në Katun dhe leje ndërtimi? A mund t'jap Trump në Jacksonville, në Boston? Jo. Do të ndryshuar me ligj. Dhe investimet e huaja do të jenë investimet ndershme, jo offshore, nga Aruba, të regjistruar jashtë, dhe askush nuk thot çfarë do të përfitojnë taksa ky vend nga këta që do ndërtojnë hotele, do të shesin themel si arabët e Durrësit dhe shitet sikur do të ketë 10.000 shtretër shtesë. Dhe do punojnë kush? Indianët, ata nga Bangladeshi se pastaj qëndrimi ndaj pronës o do jesë për 7.500 ishin që është liqë skandaloz, o për pronarët real për kudo në Shqipëri. Për vete i ka marrë tokët me mira hektar. Mund të ketë investime nga mafios nga Kolumbia dhe që unë investime të huaja. Nga Amerikanë që s'kan asnjë lidhje me biznesin, po që kanë lidhje me familjen Trump. Po kjo nuk ndalon askënd, asnjë shqiptar që dalet ta kundërshtojë. Aq më tepër që politikat e Trump janë që investimet e huaja vinë këtu në Amerikë triliona dollar, jo dollar amerikan dalë jashtë. Ivanka u përdor në mënyrë të turpshme, si nga Rama dhe nga bashk aksionerët e tij të kastratit. Ndaj, duhet ndryshuar ligjet tërësisht. Ajo reforma drejtësisë duket që s'ka kuptim. Ka anuluar lejen e ndërtimit tek ambasada franceze për ballë amerikane se një grek pronar ka hedhur në gjyq. Ke probleme gjyqësore me Zvërnecin. Duhet zgjedh gjykata. Spaku ka nisur hetimet, pezullohet. Pas kërkisht thënë se do t'jap dorëheqjen, rëndësi ka që i shkon në mes, në mend, se trysnia është e madhe. Shumë mund thonë që qëndrimi i opozitës. Natyrisht që çdo grup politik ka mendimin e vet dhe natyrisht që është e vështirë që të dalësh kundër investimeve kur është familja Trump. I kuptoj. Por transparencën duhet ta kërkojë gjithkush që është në atë parlament. Duhet këtë transparencë. Preket laguna, sa preket laguna. Se tha që nuk ka pallate 8-katshme, doli që ka, do të ketë hotele 8-katshme. Pra, intensitet i madh. Dhe kur thua 4 miliard dollar janë për 20 vjet, janë 300 milion dollar vit, nuk rritet GDP-ja se të thua ti 3.5%, sepse ka GDP nominale dhe GDP reale, sepse ka të rritje nga inflacioni. Fakti është shqiptarët po bën më të varfër. Shqiptarët nuk përballojnë të blejnë dot. Si shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, por dhe shqiptarët që janë jashtë. Kërkon që dhe shqiptarët që janë brenda në Shqipëri të janë si emigrant, të janë sklever dhe këndështuar. Natyrisht që nëse bëj një krahasim me atë që ka bërë Mane masakrën në Palas, një investitor perëndimor serioz do ta bënte më mirë. Projekti mund të jetë shumë herë më mirë, nuk e them, por procesi si ka ndodhur. Çdo gjë nisur në Aruba, me njerëz problematik me krimin, netime nga SPAK, me pacollën që ka 300 hektar, me kredincin që pas ka 600 hektar, nga materialet që dalin. Shqipëria nuk është përshritje. Shqipëria ka hyrë në një bumë zhvillimi. Natyrisht, janë ato milionat e emigrantëve që hynë. Por, si shton agjensitë e zbulimit, edhe këtu janë parat e pista. Ndaj, Washington Examiner ka thënë Rama si Noriega apo si Erdogan. Noriega këtë lloj shteti ndërton.
Pra shtetin që t'i përnjësoj Panamas, Kolumbis, dhe o shtetit ku të vijet primare, ata të rinj, mira të rinj të reje që dalë në rrugë. Ka shpres. Po ka shpres. Dhe Rama mund të ketë dhe për arsye presionin nga e majtë radikale amerikane, se zagarja tyre është. Nuk e durojnë do të ata që të vish mbas fustanit Ivankës, të Trump, të cilin e quajnë armik të kombit e majta. Dhe Rama mund të rrisë edhe stekën e gjobave ndaj tij. Mos i duket habi që të kërkoj takim shtëpinë e Bardh. Siç bëri kur vajti në takim me Biden për ul me Obamën dhe një ministër kriminal nga vetë. Ndaj ambasadë amerikane duhet të flasë, duhet të mbroj nderin e presidencës, të presidentit, sepse po hidhet balë. Aq më tepër kur sulme dhe hetime në Senat kanë nisur për kushtëri, për $2 miliardë investimet familjes në Vietnam, në Indonezi. Dhe majta nuk do t'i lërë këto kur, pra Rama po i jep ushqim të majtës radikale amerikane të sulmoj Trump. Por e mira kësaj është që u zgjuan shqiptarët të rinjt. Është një brez fantastik, si aty, por dhe kudo në përbot. Nga të gjithë kontaktet që janë. Nuk do njëri asë Izraelin, shumë të logjika. Shkuptim ka. Të luar servilin me një shtet që sot e urrën gjithë bota. Nuk i kemi në juhuar në borç që fundve. Shumë i kemi nderuar gjatë luftës dytë botërore. Asgjë të thuaj se s'kan bërë për ne. Asgjë. Ka investime shka. Ndaj, duhet hetim, kam bi vendosje, dhije pronash, dhe në base kjo si një të mirë për të gjithë kadastrën shqiptare për ligjet, dhe duhet vendosur me ligj. Nuk ka drejt kryeministit t'japi kulla, si në asnjë vend botës. Ka bashki, ka këshill bashkiak njerëz të votuar, ka plane, pa diskutim, rregullator. Dhe fytyra e atyre policëve privat të ndyrën fytyra atyre që vjedhin zgjedhjet për atë. Me ata ka aleanca, me biznesmen të ati lloji që kanë policit tillë i ka aleanca. Ku e gjeti holandezi rus atë polici kriminele private? Kush ja dha? Po Kastrati. Dhe Kastrati do të fitoj miliarda dollarë në Shqipëri dhe t'i bjerë këtu të blerë hotele. E çfarë shkon për Shqipërinë? Toka mund të jetë private, por në gjithë botën paguan property tax, tax prone. Taksat janë qesharake në Shqipëri. Dhe nuk ka pse t'ju shiten tokat huajve. Këto e ka ndorë Shqipëria. Në qoftë se do investime serioze, ka ndërtues serioz. Mund të marrësh përvojë nga Erdogan në Turqi që ka rezorte, pa e keni parë rezorte në Turqi. Çdo rezort ka 4 ferma nga pas. Duke shtuar edhe 10.000 shtretën, ti shton një trysnit madhe ndaj çmimeve blerëse për shqiptarët, se bujësia shqiptare s'po prodhon, do t'i blesh jashtë. Në qoftë se të ka shkuar mendja për dorëqe jepe, ik me nder aq sa mund t'ikësh, sepse shqiptarët urrejnë. Të huajt për qeshin e ty. Mund blesh i vankë, mund blesh kushtëri. Nuk blet do të drejtën, drejtësinë të tartë në shqiptarëve. Koha ta zhdukni. Pa diskutim. Kudo në Shqipëri. Që zhvillojnë së bashku, i bëjnë ata të kalojnë një ditë të këndshme e për më tepër në nënvikqyrjen e personelit. Gjithashtu zhvillojmë aktivitete jashtë qendre, si shëtitje në natyrë, vizita në muzeume apo ambiente të tjera shplodhje. Gjithçka është konceptuar në funksion të argëtimit apo shëndetit të tyre. Ju mirëpresim.
Kudo në Shqipëri. Kur shikoj ata mirat të rinjë të reja që janë ngritur ndaj të keqësit të madhe në Ballkan, ndjeni, nuk ka rëndësi. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. McCarthy nuk thot se sa do të jenë shkurtimet e mbrojtjes, ose sa do të jenë shkurtimet e ndihmës ndaj Ukrainës. Por në Senat, si nga demokratët dhe republikanët, ka një mbështetje të madhe për Ukrainën. Do të ngacmonin rusët, pasi ata ta merrin gjithë Ukrainën. Basët e rusët vetë menduan se kështu do të mbrojtur Groenlandën atje. Mund ta bëjmë përgjithësi. Ekziston një traktat i vitit 1951. Siç u thash, unë kam bërë gjithë atë hulimtim tek traktati mbrojtjes i Groenlandës, që është plotësisht i zbatueshëm sot. Ka një mënyrë ambasadora pa dje në Paris që ishin ata vullnetarët për të dhënë siguri Ukrainës. Është normale që Amerika të përfaqësohet nga Witkoff. Ai nuk ka asnjë ide për diplomacinë apo nga kushtet. Nuk besoj se ka pastërti sigurie. Të dyja këto janë pyetje të mira dhe mendoj se përgjigjja është ndoshta jo, në të dyja rastet nuk e kanë. E dini që unë jam skeptik nga ajo që doli nga takimi i Parisit. Është një angazhim shumë i paqartë nga Witkoff dhe Kushner, që SBA do të udhëheqin monitorimin dhe përpjekjet e verifikimit. Unë kam lexuar disa nga specifikat asaj që vendet donin që Amerika të angazhohej dhe u hoq nga dokumenti përfundimtar. Madje dhe angazhimi nga Britania dhe Franca për të dërguar trupa në terren në Ukrainë është për të ndihmuar që të krijojnë qendra ushtarake atje. Nuk thotë se ata do të dërgojnë trupa luftarake. Ju e dini që Putin i ka thënë shumë herë se nuk do të pranojë asnjë forcë NATO-s në Ukrainë. Pra nuk e di se ku do të na çojë kjo. Por mendoj se ajo që Witkoff dhe Kushner po përpiqeshin vërtet të bënin ishte se si të shmangnin marrjen e ndonjë angazhimi serioz, por të shmangnin fajsimin e Amerikës për pengimin e gjithë përpjekjes. Kudo në Shqipëri.